ta filloj unë I pari? Atëherë, po pushores në flasëm. Atëherë, rreth parë. Ky është një lloj komunikimi ose batuta që unë I kam me gjithë, edhe nëse do të ishte motra ime, unë do të zgjidhja ato fjalë sepse atë tip kam, ato lloj ngacmime kam. Normalisht nuk është gjua e dur dhe kërkoj falje, kam kërkuar falje edhe Brikenës, se normalisht një natë para ka qenë prajmi dhe është shtrirë me make-up, ishte thjesht një mënyrë për ta ngacmuar. Pavarësisht se unë e kisha ndruar vetë, e kuptoj dhe nuk I ve fare, zero, shumë mërzit për atë situatë, edhe kaq ishte e gjitha, domethënë nuk ishte për të bërë kaq e madhe, thash unë e di fjalët që kam thënë, e di si I kam thënë, I kam kërkuar dhe I kërkoj falje, qofse ka qenë gjua e gabuar, po ka qenë një batut nga ana ime, pavarësisht se mund të merresh për keq. Prap falje. Brikena? Atëherë Lidion, na çdo ditë kur e kemi Prime-in, nëse mundem me fol, ju lutem. Çdo ditë kur e kemi, veç një sekond, çdo ditë kur e kemi Prime-in, neve grimi na lyn këtij trupin me make-up, edhe neve para se me dal këtu te Prime-i na mbyllin në dhomë të xhumit edhe na ulemi te çarshafet. Edhe unë kisha një lloj ske çarshafin se e kam pas kamën hapur, e kam një lloj ske çarshafin me make-up. Edhe unë, edhe mu shumë herë më ka shku menja m'ja ndru Mateos çarshafit ose m'ja palu teshat, por është një gjë personale të cilën unë nuk kam ndesht me ndërhy. Në momentin që unë e kam një debat me gocat, dhe domethënë na zihemi për këto gjana, edhe vjen një person si Mateo, cilin unë e kam, domethënë kam shumë konsiderat këtu mrena, dhe ma thot një gjatë tillë, normal që mu m'vjen në ranë, se unë jam tip që realisht nëse I shifni kamerat, unë çdo ditë I ndroj çarshafet e mi, nashta neherë ndodh një ditë po një ditë jo që I ndroj, po unë çdo ditë I ndroj çarshafet e mi. Kështu që merr shumë keq, a din ma than këtë mënyrë, se kam ujtë me thonë, ti ndrova dhe mi thonë faleminderit, a din nuk ka problem, po mi thonë I ke zyrë, a din mbani me uni keq se thash ti pjap konfirmim paket shqiptarist dhe pjap konfirmim këtyre që unë realisht jo, s'është fare. A mendon Brikina se Mateo e ka thënë me iden ndonjëherë në sensin që I humbet ku është edhe harron ku di unë faktin që është në Big Brother edhe që e shikojnë miliona njerëz të programe dhe... Lidion, unë e di që nuk e ka thënë me të keqe, po unë I kam thënë që kajherë është I pakujdesshëm sa gjana që duhet me I menu pak ma ndryshe. Se është jetë gjë ta thuash në një privatësi ku jeni vetëm ju të dy dhe është jetë gjë ta thuash... Bën diferencë në Lidion. Po, e drejt. Rregull, vazhdo. Unë thash e pranoj që kishte hapësirë për keq kuptime, thash ishte lloj batutës time dhe thash e pranoj fajin dhe që nuk kisha asnjë lloj qëllimi të keq absolutisht. Kishte drejtën e Zotit që më dha përgjigjen që më dha. Edisa? Atëherë Lidion, kur kam marrë tu brenda I kam dhënë një këshill Brikenës që disa herë që e kam parë nga jashtë, më vriste syrin fakti që krevati jot nuk ishte kurr, domethënë Brikena flinte pa klëfare, pa çarçafare, domethënë më bënte përshtypje se si nuk ka pas çarçafare dhe dashur ambarove ti mi jo tamen, se nuk është vërtet që unë kam flejt në herë pa çarçafa, s'është fare vërtet. Po jo le të gënjej, nuk mund të gënjej, një këshill që si femër, domethënë nuk del mirë në publik. Atëherë mund ta mbaroj. Në publik nuk del mirë që të shohin disa detaje që s'është mirë me treguje e pastër, si e pastër të paktën këtu brenda kamufloje pak, nuk është pjesa e shtëpie ku ishte Shëndriti lider. Dia që lava gjithë ato. Ku ishte Shëndriti lider s'ke bëj punë shtëpie. Ke bërë punën nga Afrika për ofertin. Edhe kur bën Shëndriti the s'bëj asnjë punë. Edhe s'ke bërë asnjë punë. Nuk e bën asnjë punë. Kur ka qenë Shëndriti. Po, mundesh patjetër. Saj, neve normalisht dhe kur kemi pa diçka që nuk shkon, jemi në kamera, nuk është e hishme që të sulmojmë njëra tjetrën dhe vjen një moment që po I fliste Juela Brikenës dhe Brikena I thot shtylla ndesin të vjen ergoja. Jo, të vjen era. Të vjen erë, diçka të tillë. Dhe në atë moment jam irrituar aq shumë, domethënë që të lutem I thash Brikena, je ti ajo që ke nuk dua të përmend fjalë të tilla, po nuk është të shuash për pastërti. Kështu që e dashur Brikena, ja ku ta nxorri I dashuri jot, që ti atë e ke një problem, që shpresojmë që si vajzë tradicionale, si nuse tradicionale, të dish të lahesh, të lash shtëpi dhe pastaj të lyesh dhe të ngjyresh. Se para Prime të ulemi të gjitha në dhomë të xhumit. Edisa, kush është sipas te Edisa, kush është banori më I pastër aty brenda? Unë.
Dhe shndriti, më falë. Dhe shndriti është. Ju të dy jeni më të pastër. Juela, ti ke ndenjur gjatë me Brikenën edhe në një krevat, apo jo? E ke hasur ndonjëherë këtë problem që thotë Disa, sepse, do me thënë, bisedën e Disa e ka bërë edhe në pranin tuaj, edhe ti nuk është se ke ndërhyrë, që do thotë ose në një kuptim ke qenë dakord me atë që... Të them të drejtën Ledion, pra, je dakord me Edisën, e them shumë trosh në mënyrë shumë të thjeshtë, që nuk jam marrë kur me Brikenën me këto gjëra, them drejtën. Kur kemi fletur një muaj në shtrat, i kemi ndruar Çoçaf, i kemi ndruar Çoçaf. Ja, vjetur me gënjë, që tjera, kur brendet e pakuve me vika për të i që përqyri, kjo Brikena ullet edhe prajmi, ullet dhe me për të vjetur, dhe nuk i ndodhë Çoçaf, madje dhe Armela dikush, javën e parë, më tha ju e në ta, nuk të jetë besita që ti fle me Brikenën dhe kjo nuk i ndro Çoçaf. Pa me Raki ka thënë se do t'i ndro ju, nuk ka si lloj problemi. Brikena po gënjen Juela se i intereson. I shfrytëzon këto momente për të ulur një person prapë sikur mu që i ku largohet të vjen era. Gjithmonë unë ka ndru kur kemi flejt bashkë. Konkreta mu ka hedhur mjet të Çoçafët, mas të diskutimit. Po pra se, mua kjo më bën përshtypje se më kujtua pikërisht kjo që ti përmende. Pra, Brikena kujdeset për qarqafët e tua kur ato bëhen pis dhe nuk ndron të vetat, pra duhet pak e çuditshme. A mendon Brikena se është duke gënjur? Brikena a mendon se është duke gënjur Juela për shkak se është haptazi kundër te? Brikena, a mendon se është duke gënjur Juela sepse natyrisht është kundër teje dhe i intereson çdo lloj narrative që është kundër teje? Absolutisht. O Juela, pyeta Brikenën apo gënjen ti, si thua po absolutisht. Dëgjoj më vaj. Ledion, vesh një sekond. Ledion, a mund të flas? Mundesh, po. Absolutisht po. Pra gjë që po thot për Armelën, kur ka qenë Armela kemi qenë një ditë në Prime dhe kemi qenë të dyat me fustan shkurt. I kemi pas kit kom se një me make-up, kit trupin e një me make-up. Jemi shku bashk, i kam jep edhe rrobat mia për me undru se nuk e kisha ardh valixha, jo ty Armelës. Edhe kemi shku për t'u la, edhe kish pas vetëm ujë ftoft. Edhe tham çka me bë pritëm për mu la. Uji ke i ftoft edhe tham, "Okej, pi veshëm një par pijame, po vlem sonte kështu dhe nesër mëngjes ndrohemi." Dhe aty janë zhyr çarshafët që ndresën i kanë ndru. Dhe Armela mi ka përdor për këtë gjë, po unë gjithmonë sa kanë flet me Juelën, unë i kam ndru gjithmonë çarshafët, gjithmonë. Nuk është e vërtetë. Dua të dëgjoj pak Monikën. Monika. Si e shiko, do me thënë është një situatë fataliteti për shkak se jetesa 24 orë në një shtëpi ka dhe nga këto, po si e gjykon si një pjesë të lojës edhe këtë, apo si një koment të pakujdesshëm të Mateos? Mateo ta kishte çu deri në fund, ti kishte bë, mos i thotë gjë që Brikena kur shkonte ti shikonte, ti kishte surprizë. Ta kishte bërë paja thënë. Se kjo është gjëja, po kjo është gjëja e mirë për të bërë, drejt. E bën, po nuk ja thua. Por është fajim, do të pyesësh në gjë tjetër. Jo, asgjë. Do të po të ma bëjnë mu. Çfarë? Do të po të ma bënin mu si që bëjnë, Mateo. Po ti do i kishe marrë Mateo. Kisha edhe vajt në zetë ke veshi. Vajt në zetë. Hajde bujë. Ti respekt për vetën, karakterin e po. Mos u shqetëso, Mateo, mos u shqetëso, po. Ishte një shaka e gëzimshme. Mos ja thuj, nuk thuhet ashtu. O jam shumë dakord që nuk thuhet, unë po them, ishte fajim, mënyra e keqe të shprehur. Mateo, mamaja ime, kur isha më fshinte këtu ke televizori, kur nuk i merja plurat, më vete me gisht, më bënte një më ke ekrani televizorit. Mu mi këtë trurit, do më thëmë, po, prapa jo ma bënta atë më që Monika që meri plurat, po që aty të nervozohesh më shumë. Ha marrë, po. Ja, këto janë marrëdhënie midis çiftit, s'merrem unë me këto. O Ledion. Po Mateo. O Ledion. Po të dëgjoj. Shpjegova, veri shpjegova. Tashi gjëja më e turpshme është që dy femra shqyqy që gjetën diçka për t'u kap,
se janë munduar çdo ditë me ul brikenën, duke filluar nga Juela, që një ditë thot pëlqej femrat, ditën tjetër thot je duke mjoshur, pastaj përmend pastërtin, pastaj përmend moralin, pastaj thot ti vjen vështirë moralshme, na tregon edukatën, na tregon lidhjet e gjitha me radhë. Kemi dy femra që ku gjej të ulin një femër tjetër, shoqëri erdhi mundësia Prime, Stasun Maj, shoqëri çdo ditë na përcepa, ganxhesi dendark, flasin po për ne. Edhe gjenë mundësi këtu me sulmu për qarë, për i batut që u tha, që ishte fajim, mënyra ime të keqe e të shprehurit, edhe këto që gjyrë gjetën i gjatë, për të sulmu, për të krytëzërin, për të shpif. Mirë, e kuptova, okej. E lëm dhe këtë histori mbrapa, dhe veshët 4, sepse kam një lajm shumë të rëndësishëm për t'ju dhënë, një informacion të rëndësishëm për t'ju dhënë. Këtë javë, buxheti juaj varet nga një sfidë që ju angazhon jo vetëm juve, por edhe publikun që ju ndjek 24 orë në 7, për gjatë ditëve në vazhdim, deri në Prime-in e ardhshëm, sa herë do dëgjoni gongun, ju duhet të uleni dyshe dhe t'ju bëni thirrje ndjekësve tuaj që të hynë në webin jet.bank dhe të regjistrohen në listën e pritjes së Jet Bank. Në ekran, gjatë kësa jave, do t'ju shfaqet një grafik që do t'ju tregoj përqindjen e buxhetit që do të rritet sipas progresit të regjistrimeve. Kështu që në këtë listë pritje, sa më shumë të rritet numri i regjistrimeve nga ky moment deri në Prime-in e ardhshëm, aq më i lartë shkon buxheti juaj. Suksese, dyshe, thirrje për në Jet List. Okej? Tani merremi me diçka tjetër të këtyre ditëve, një tjetër dinamik. Shumë kush e ka konsideruar aleancën më të fortë të këtij Big Brotheri, por dyshimet, jo vetëm kohëve të fundit, sa vinë edhe shtohen nëse është një aleancë fort apo jo. A është e sinqert, apo në fakt tjetër gjë thuhet në syrin e banorëve, tjetër gjë thuhet në dhomën e rrëfimit. Çojmë bashkë. Miri duhet me dal nga lëvozhga e vezës edhe me luftojnë. Dhe si do e bëjnë atë gjë, duke qenë kokë në kokë me mu, dhe për të rreziku për dalë, o në finale, o njeni del për shpisë. Jo është lufta më e pasër që mund bëjnë ajë për vetën e vetë, por unë gjatë çdo kohës unë jam i armatosur për mirë. Që unë këtu kam marrë për të fituar lek, nëse do miqësi të vërtet, ta majmë jashtë, e shoh finalen aty, pastaj fitoren nuk e llogaris sepse duhet ta fitosh. Kjo është loja ime që mirë i të rrim në çdo temë dhe shet më pashëm. Se duhet me shtyr me diket me cilë duhet me nejtë.